Një 17 vjeçar nga Ferizaj ka dhënë një shembull të rrallë ndershmërie pasi ka gjetur një portofol me 2.435 euro, 270 franga zvicerane dhe dokumente personale, të cilat i ka dorëzuar në polici. Pas verifikimeve të gjitha sendet i janë kthyer pronarit. Rasti ka ndodhur mbrëmjen e së dielës. Sipas policisë, Anuha nga fshati Bablak është paraqitur në stacionin policor në Ferizaj me portofolin që i kishte gjetur në fshatin Lloshkobare, afër pikës së karburantit Ibrahimi Petrol. Zyrtarët policor kanë identifikuar pronarin e portofolit KS, 40 vjeç nga Gjakova, të cilit në prani të policisë i u kthyen 2.435 euro, 270 franga zvicerane, si dhe dokumentet personale. Për rastin është përpiluar një shënim zyrtar. Drejtoria rajonale e policisë në Ferizaj ka vlerësuar lart veprimin e 17 vjeçarit, duke theksuar se ai tregoi ndershmëri dhe përgjegjësi qytetare, ndërsa e cilësoi rastin si një shembull pozitiv që meriton të vlerësohet.